Kryesuesi ja ka kërkuar dokumentacionin. Është fizike nuk kemi pasur, po kemi pasur tonë nxehtës ose ngritje të turit mes komisionerëve brenda në vendvotimin numër 01 dhe personit i cili tentoi të asistonte për nënën e tij. Drejtor, sa është e rëndësishme që personat të cilët vinë e të cilët nuk janë të aftë të votojnë me i pas dokumentet nga ana e mjekut në mënyrë që të lejohet asistenca? Kryesuesi ja ka kërkuar dokumentacionin nga mjeku i cili ka të drejtë të asistojë për nënën e tij, po personi i lartëcekur nuk e kishte dokumentacionin dhe kështu që nuk e lejuam fare të asistojë apo të votojë për nënën e tij. A është e rëndësishme kjo me pas këtë dokument? Po, kyçëzoja ka qitë si dokument valid i cili duhet të posedoj çdo kush që nuk është i aftë të votoj, edhe me pas nga mjeku të volosur dokument valid, që nuk ka të drejtë dikush tjetër përveç personit të autorizuar.